إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se prej gjërave negative, prej dukurive të këqija në mesin e njerëzve, prej gjërave të rrezikshme që dalin nga gjuhët e njerëzve në mesin e shumë atyre, është edhe shpifja që bëhet e njeriut ndaj njeriut, e vëllaut ndaj vëllaut, e besimtarit ndaj besimtarit, duke mos pasur kujdes, duke mos e vërtetuar atë, duke e thënë një gjë e cila ndoshta është gënjeshtër, e cila nuk është e vërtet, duke e thënë atë mbi nderin e të tjerëve. Shpifja ndaj të tjerëve është një prej gjunaheve të mëdha ndaj Allahut Azza wa Jall. Megjithse shpifjet mund të jenë të ndryshme në jetën e njerëzve, në mesin e tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, prej shpifjeve më të mëdha që i bën njeriu është nëse ai thot bab apo prind dikujt të cilin nuk e ka prind. Prej shpifjeve më të mëdha në dunja është që njeriu ta llogarit prind, ta thret në emër të babës, në vend të babës së tij dikant tjetër. Gjithashtu tha, prej shpifjeve më të mëdha në mesin e njerëzve është që njeriu të thot kam pa një gjë ëndër, të ju tregon të tjerëve, kinse e ka pa një ëndër të tillë, ndërsa ai në realitet nuk e ka pa atë fare. Dhe e treta, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nga shpifjet më të mëdha është që njeriu të thot, ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kështu edhe kështu, për të argumentuar, ndërsa në realitet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë fare. Këto mund të jenë shpifje të ndryshme në mesin e njerëzve dhe shumë shpifje tjera që mund të përhapen në mesin e tyre, e që rreziku i tyre është i madh. Për shkak të shpifjeve ka ndodhur që njerëzit të përqahen në mesvete. Për shkak të shpifjeve ndodh që njerëzit të ndahen, të urrehen në mesvete. Mund të prishet vëllau me vëllaun, mund të prishet familjari me familjarin, mund të ndahet burri edhe gruaja, mund të urrehen njerëzit në mesvete, mund të arrijë deri në fesad në mesin e tyre, mund të arrijë deri në pasoja të mëdha dhe në fund e gjithë ajo mund të bazohet në një shpifje. Andaj njeriu duhet të ketë kujdes, andaj besimtari duhet të ketë kujdes nga ajo gjë të cilën e përcjell, ndërsa as nuk e ka parë, as nuk e ka dëgjuar, as nuk e ka vërtetuar, mirë po duke mbledhur fjalët e njerëzve të kota, të cilat ndoshta fare nuk janë të vërteta, e plason një shpifje ndaj vëllaut të tij, ndaj motrës së tij, ndaj besimtarëve, ndaj njerëzve të ndryshëm,
duke mos pasur kujdes fare. Kështu ndodhi me një njeri i cili kishte jetuar para nesh, para këtij ummeti, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftoi me rastin e tij. Tha ka qenë një njeri i cili ka qenë shumë i devotshëm, i cili ka qenë musliman i mirë, besimtar që ka frikë Allahun azza wa jall. E kanë quajtur Gjurejgji ka qenë prej njerëzve të devotshëm në kohën e tij. Aq ishte i devotshëm sa që e kishte ngritur një kasoll, ngritej mbi te dhe i bante ibadet Allahut azza wa jall. Vetëm falej, bante dhikr, bante ibadet, bante dua, duke qëndruar larg prej njerëzve. Një ditë prej ditëve shkon nana e Gjurejgjit dhe e thret atë nga poshtë. O Gjurejgj, ndërsa Gjurejgji në namaz duke u fal, në namaz thot me vete, subhanallah, a namazin, a nanën. Nana e pret atë, mirë po Gjurejgji nuk përgjigjet, e vazhdon namazin. Një ditë tjetër vjen nana përsëri, o Gjurejgj, mirë po Gjurejgji përsëri në namaz, subhanallah, a namazin, a nanën. Namazin përsëri, e vazhdon namazin. Herën e tretë vjen nana e thret dhe e shet që Gjurejgji nuk i përgjigjet, duke mos e ditur arsyeën e tij. Nana bën dua dhe lutet, Allahu ta mundsoft ti shohësh fytyrat e lavireve, Allahu ta mundsoft ti shohësh fytyrat e zinaqareve. Subhanallah, nana largohet, mirë po duaja pranohet. Gjurejgji në kasollën e tij duke bë ibadet. Njerëzit flasin, çfarë njeriu i devotshëm Gjurejgji, çfarë muslimani i mirë, paraqitet një lavire. Thot, a doni ta provoj, a doni ta provokoj, a doni ta shihni sa është i vërtet imani, islami, ibadeti i Gjurejgjit? Shihni atë. Shkon lavirja në kasollën e Gjurejgjit, i afrohet atij, e provokon atë, mundohet që ai të bie në zina me këte. Mirë po Gjurejgji pa lëkundur fare, njeri i cili ka frikë Allahun azza wa jall, nuk lëkundet, mundohet disa herë, mirë po nuk ja arrin qëllimin. Atëherë çka ndodh? Një lavire e tillë kalon në një vend pranë një bariu, bën zina me te, kalon një kohë derisa vjen momenti që kjo lavire të lind fëmijën e saj, e sjell atë para njerëzve. A e shihni këtë fëmijë? Po, ky fëmijë është i Gjurejgjit. Subhanallah, deri ku ka mundësi të arrijë shpifja e njerëzve? Deri në çfarë shkallë? Për çfarë arsye? Për ta turpruar dikant, për ta nënçmuar dikant, për ta korrit dikant, e për arsye të tjera të ndryshme që vijnë nga shejtani. Njerëzit janë në gjendje të bëjnë çdo gjë kundër dikujt me arsyet e tyre. Ky fëmijë është i Gjurejgjit. Gjurejgji i cili paraqitet i devotshëm, subhanallah, paramendoje veten, paramendoje në këtë kohë, paramendoje në këtë zemanin ton të përhapjes së lajmeve të pavërteta nga gjitha anët. Ne si musliman, si besimtar sot, si do të silleshim? Nëse në vendin ton një musliman i mirë përhapet lajmi që ka rënë në zina dhe në fund e ka një fëmijë nga imoraliteti, çka do të thuash ti si musliman? E ban filani, ka që paraqitet ky që deri dje paraqitet i devotshëm, e kemi ditë ne që ky do të del në fund ndryshe. E kështu me radhë, fjalët e njerëzve të pakujdesshme, fjalët e njerëzve të cilët nuk kanë frikë Allahun azza wa jall. Dhe ja dëshmit, subhanallah, në disa raste njerëzve ju tregon ajete, ju tregon hadithe, mundohen të tregojnë për Allah. Një ditë prej ditëve dikush më thot, mirë po ama pa hangër hudër nuk t'vjen era. Subhanallah, ti i tregon ajete, ai të tregon për Allah të kota, gjëra, muhabete të dopta. O vëlla, o musliman, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A e ke pa me sytë e tu? Jo. A e ke dëgjuar me veshët e tu? Jo. A e ke vërtetuar një gjë të tillë? Jo. Si ka mundësi që të shpifësh në nderin e dikujt?
në nderin e një muslimani, në nderin e një muslimaneje, për gjëra të randa, gjëra të kota, të cilat nuk qëndrojnë fare. A e shihni dëshmin, cila është dëshmia? Gruaja e cila e pohon se ka rënë në zina, jo vetëm kaq, edhe fëmiu. Shiheni fëmijun i cili është i Xhurejxhit, erdhën njerëzit me vrap duke arritur në kasollën e Xhurejxhit dhe pa e vërtetuar fare, pa u interesuar fare, pa e pyetur fare, i arrëzuan kasollën, i arrëzuan shtëpinë. Subhanallah, çka ka ndodhur? O Xhurejxh, mjaft më, doli në shesh fytyra jote e vërtet, ti e zinaçar. Ti na ke mashtruar neve me ibadet, ama ne sot e kuptuam kush je ti, ja rëzuan shtëpin. Subhanallah, çka ka ndodhur? Ti ke ra në zina me këtë grua dhe ky është evladi jot. Ky është fëmiu im. Subhanallah, silleni atë. Mirë, po njeri i devotshëm, Allahu të devotshmin nuk e humb. Allahu të devotshmin nuk e korrit. Me gjithë se në dunja mund të sprovohet, mirë, po në fund nuk turprohet. I asollën fëmijën, ky fëmijë është i imi, thanë ky është i joti. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shtypi Xhurejxhin në barkun e fëmijët dhe i tha, ja gulam, man abuk. O djalosh i vogël, o fëmijë, o i foshnje, kush është baba yt? Subhanallah, foshnje, fëmiju foli. Allahu ja mundsoi fëmiju që të flet duke thënë, baba im është filan bariu, në filan vendin që është duke i rujt dhënë, ti nuk je baba im. Subhanallah, atëherë njerëzit e kuptuan, atëherë njerëzit u turpruan, atëherë njerëzit kërkuan falje dhe thanë, o Xhurejxh, na e ban halal shtëpin, kasollën që ta rëzuam, do ta rindërtojmë edhe një herë, mirë po, do ta ndërtojmë nga ari. Do ta kthejmë kasollën prej ari, se ne kemi qenë gabimtar, ne kemi qenë fajtor. Tha, nuk ka nevojë prej ari, ndërtojeni ashtu si ka qenë, të vazhdoj në ibadetin tim ndë Allahut Azza wa Jall. Shpifjet janë të rrezikshme. Besimtari nuk duhet të bie në ato gabime, nuk duhet të bie në ato gënjeshtra, nuk duhet të bie në ato sprova, në ato fitne. Duhet të ruan gjuhën e tij, nga se rreziku është prej në dunja, e në ahiret. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e thot një gjë kundër një muslimani, e cila nuk është e vërtet, e thot një shpifje kundër dikujt, nuk është e vërtet, Allahu do ta hudh në xhehenem, në langun dhe në qelbin e xhehenemlive. Do të qëndron në xhehenem deri të pastrohet prej asaj shpifje. Megjithse ka shpifje të cilat dalin të vërtetat e tyre në dunja, ka shpifje që nuk kuptohen asnjëherë, mbeten që të dalin para Allahut Azza wa Jall. Mirë, po shpifësi në dunja e ka rrezikun e madh, e në ahiret dënimi i tij është edhe më i madh. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ruan gjuhët tona, Allahu të na ruan nga shpifjet, Allahu të na ruan nga gënjeshtrat, Allahu të na ruan nga gibeti, Allahu të na ruan nga nënçmimet, Allahu të na ruan nga përgojimet. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bën prej atyre që ecim në rrugën e pastër, në rrugën e Kur'anit, në rrugën e Sunetit, në mendimin e mirë ndaj njëri tjetrit. Lutim Allahun Azza wa Jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tanë Allahu t'i shëron. Të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.